drejtuese së Ancës, unë do kërkoj ndjes. Kërkova shpar kur ishte ministri i energjetikës dhe i transportit, të thoja diçka, një shqetësim që më ka ardhur nga banorët e zonës Kasharit. Dje, ministri i transportit doli në konferencë pas mbledhjes me qeverinë dhe deklaroi se për rrugën në cilët preket zona e Kasharit, pra tek autostrada që po ndërtohet atje, do të rikthehet vetëm 1 mbikalim. Atje ka pasur 3 mbikalime dhe është e nevojshme që ato mbikalime të rikthehen, sepse aty preken rreth 5.000 banor të cilët punojnë në bizneset që janë nga krau tjetër. Dhe fatkeqësisht, në atë zonë, gjatë kësaj kohe, ka ndodhur dhe një humbje jete e qytetarit që po kthehej. O zoti Balli, më fal që po ju ndërpres, po flasim për në produktet me origjinë shtazore. Kemi 5 minutë që mund të flasësh në 5 minutë. Prandaj ju kërkova në fillim, ju nuk ma dha. Po pra, po mund të flisni në 5 minutë që kemi, jo, lutem, zoti Balliu. Lutem, ju do ktheheni në temat që po diskutojmë, se kjo s'ka kuptim tani. Zoj, nuk është tagër i juaj. Urdhë? Fjalën mos ma ndërpris. Urdhë? Nuk është tagër i juaj ndërprisni fjalën. Që ju të flisni çfarë Unë do doni? dal, po, çfarë duam të flas? Po flasim për nën-produktet me origjinë shtazore. Te shtazorja unë dalë kur të kem qef. Tani, mu mblet marrë fjallën dhe të lutem. Zoti Balliu, këtë fjalën që doni të mbani, mund ta mbani në kohën 5 minutë. Jo, më jo, se vazhdoj fare ta mbylli një herë. Ju lutem, unë po ju kërkoj vetëm që ti përmbahemi rregullores. Jo, rregullores përmbaheni ju, ma gjenë rregullore ku ma ndërpreti fjalën mu dhe do t'jap drejt. Si, rregulloren e ka të shkruar rregullorja, zoti Balliu, që ju ndërpritet fjala kur ju nuk i përmbaheni rendit të ditës. Unë jam duke mbajt fjalën për zonën time, se po vdesin njerëzit se doni t'hiqni ju. Doni t'hiqni ju mbi kalimet që t'fusni lekët në xhep. Dhe ti po ndërpret fjalën. Ma gjej rregullore ku e ke që ti ke drejt ndërpresësh fjalën, zonjë. Ju në fjalën tuaj tani do të përmbaheni ma gjej pak fjalën, ma gjej pak Lenin. Është rregulloria. O zonjë, ma gjej Lenin ku mund ta ndërpresësh fjalën ti. Ku e ndërpret ti fjalën? Ma gjej Lenin. I rregullores. Ora ku je ti që ma gjej Lenin? Që po ju a lexoj patjetër. Patjetër ju a lexoj. Ma gjej ku e lutem zoti Balliu, do vazhdoni për nën-produkte shtazore. Unë do vazhdoj të flas për çfarë duan, jo çfarë do ti. Po nuk e bëni dot, pra ju lutem tani. E keni shumë gabim. O zot, po ç'pun ke ti më për çfarë flas unë? Ç'pun ke ti? Po si mos kam punë? Le më të mbaj fjalën. S'ke asnjë punë për çfarë flas unë. Unë do dal të shtazorja kur duam të flas. Nëse nuk doni të flisni për këto, uluni dhe do flisni në 5 minutë. O zot, po nuk ka kohë ti mua. Patjetër. O Klodi, ku je ti këtu? Kush je ti që ndërpret fjalën e deputetit? Ore, 1 minutë. Po rri aty pusho. Le të marrë fjalën. Zoti Balliu. Le më të marrë fjalën. Zoti Balliu edhe një herë. Ore, edhe një herë. Zoti Balliu. Hapeni mikrofonin mu. Edhe njerë, nderuar qytetar, zona e Kasharit, dje ministri i transportit, doli dhe deklaroi, pavarësisht se më parë kanë deklaruar ndryshe, që atje do t'jenë 3 mbikalime. E kanë kthyer tani vetëm në 1 mbikalim. Dhe gjatë saj kohë që ka qenë ky ndërtim, një qytetar ka humbur jetën, duke u kthyer nga puna në shtëpi. Sepse ajo zonë, dhe ju e dini fare mirë, janë rreth 5.000 qytetarë që kalojnë për ditë. Është esenciale ato mbikalime, bëhet fjalë për jetë njerëzish. Nuk është çështje rendi dite, procedura apo rregullore. Dhe vetmja gjë që po kërkoj është që ministria, qeveria ta rishikojë që mbikalimet të kthehen atje ku duhet. Duhet jenë 3 mbikalime. Njëri nga mbikalimet shërben që qytetarët kalojnë edhe te agroushqimorja që është atje. Nuk mund bëhet mbikalim për njërin e jo për tjetrin. Kaq po kërkoja. Faleminderit.